Krisis politike në Kosovë. Presidentja mandaton Glau Konjufcën, opozita bllokon formimin e qeverisë, vendin e pret rreziku I dy zgjedhjeve radhazi. Prishtinë, Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka mandatuar Glau Konjufcën nga lëvizja vetëvendosje për formimin e qeverisë së re, në atë që po shihet si përpjekja e fundit për të shmangur një bllokadë të thellë institucionale dhe një krizë të re zgjedhore. Sipas kushtetutës, mandatari ka 15 ditë të paraqesë kabinetin dhe të sigurojë mbështetjen e të paktën 61 deputetëve. Por, ashtu si në javët e kaluara, partitë opozitare, PDK, LDK, AK dhe NISMA, refuzojnë çdo bashkëpunim, duke kërkuar zgjedhje të reja, pavarësisht kostos politike dhe financiare për vendin. Presidentja Osmani theksoi se kushtetuta është e qartë, 2 tentime për formimin e qeverisë, pastaj vendi shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme. Megjithatë, ajo paralajmëroi se qytetarët nuk mund të mbeten peng I kalkulimeve politike, kur buxheti I vitit të ri, marrëveshjet ndërkombëtare dhe vendimet urgjente presin. Albin Kurti, I vetmi lider që kërkon zgjidhje, jo krizë. Lëvizja vetëvendosje propozoi Glau Konjufcën si mandatar, duke u përpjekur të ruajë stabilitet institucional, shmangjen e një dyshësjedhje në vetëm pak muaj dhe miratimin e buxhetit dhe planit të rritjes nga BE, çështje që prekin direkt jetën e qytetarëve. Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, e tha qartë. Ky vend nuk mund të mbahet peng nga interesat partijake. Kush pretendon se punon për shtetin, ta provoj tani. Kurti refuzon marrëveshje të pista dhe pazare politike që kanë mbajtur Kosovën peng për vite. Ai kërkon bashkëpunim institucional, jo koalicione të ndërtuara mbi favore dhe pazare. Opozita, megjithatë, mbetet e bllokuar në një refren të vetëm, zgjedhje, ndërsa vendi ka nevojë për vendimmarrje, jo vonesa. Opozita e Kosovës, strategji e bllokimit, jo e zgjidhjes. Partitë e tjera shqiptare vazhdojnë të refuzojnë çdo propozim vetëm që qeveria të mos formohet nga Kurti apo Konjufca. Refuzimi nuk bazohet në program, në ekonomi, apo në interes publik, por në politikë personale. Dhe këtu lind pyetja që po qarkullon gjithnjë më shumë ndër diplomatët evropian. Apo rrezikon opozita interesin e Kosovës vetëm që të rrëzojë Albin Kurtin, edhe nëse vendi futet në kaos të ri zgjedhor? Kosova ka nevojë për qeveri, jo për lojra politike. Me buxhetin e ri të bllokuar, marrëveshjet ndërkombëtare pezull dhe një vit vendimtar për integrimin evropian, vendi nuk mund të përballojë luksin e kapriçove politike. Glau Konjufca, një nga figurat më serioze dhe të respektuara institucionalisht në Kosovë, ka kërkuar bashkëpunim me partitë shqiptare, jo koalicione, por mbështetje për vendime kyçe kombëtare. Nëse edhe kjo përpjekje dështojnë, vendi hyn në zgjedhje të reja, që mund të mbahen në të njëjtën periudhë me zgjedhjen e presidentit të ri. Një skenar absurd me kosto të lartë që vendet e përgjegjshme shmangin. Konkluzioni I fotolit të parë. Presidentja po ndjek kushtetutën, jo politikën. Vetëvendosje po kërkon zgjidhje institucionale. Opozita po synon bllokim total. Kosova rrezikon të mbetet pa qeveri, pa buxhet, pa stabilitet. Por për shumë qytetar, pyetja është e thjeshtë. Pse duhet të shkojë vendi në zgjedhje të reja vetëm që partitë e vjetra të mos lejojnë një qeveri që nuk mund ta kontrollojnë? Dhe mes këtij bllokimi politik, një fakt është I qartë. Në mesin e zhurmës, Albin Kurti është e vetmja figurë politike që shfaq vullnet për të mos e futur vendin në krizë.